ata fillojnë me na shoh neve muslimanëve dhe xhallarët edhe aktivistat edhe davexhit na këtë punë e di moti. Se çdo herë kur dikush do niset me e thirr njerëzimin për ke Zoti, me largu nga idhujtaria, nga mosbesimi, nga mendje madhësia, nga arroganca, nga hedonizmi, nga nihilizmi, nga dhënia pas epsheve, nga dhurimin e pareve, nga dhurimin e bukurisë, nga dhurimin e jetës materiale, do të ketë shumë njerëz që kanë me na kundërshtu. Gjithë pejgamberët e Zotit janë ballafaquar, domethënë, me popujt e tyre, ku një pjesë e madhe e popujt të tyre dhe parisë të tyre intelektuale, akademike, politike, mediatike, biznesit i kanë kundërshtu pejgamberët e Zotit. Edhe kanë nis fushat kundër tyre dhe kanë tentu t'i vrasin dhe disa i kanë mbytë i kanë vrarë pejgamberët e Zotit. E na ty pas të rrëfime kuranore, na kemi shumë qartë se do të kemi situata kur do të kemi kundërshtime të hatashme prej këtyre llojeve njerëzve. Edhe na s'kemi na problem. Kjo rrugë nuk është me lule. Po, andaj kemi na hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na tregojnë se do të vjen ditën e llogarisë pejgamber me një grumbull njerëzish. Do të vjen pejgamber me 3-4 njerëz. Do vjen pejgamber me asnjë njeri. Do të na kemi parasysh se ballafaqimi me masën nuk do të thonë patjetër për me dhënë